Përshëndetje nxënës. Tema për sot në lëndën e gjuhës shqipe është kthimi i ligjëratës së drejtë në të shtrejtë. Kujtojmë edhe një herë njërit e mara në lidhje me ligjëratën e drejtë e të shtrejtë. Çfarë kemi quajtur ligjëratë të drejtë? Ligjërata e drejtë është riprodhimi me përpikmëri i fjalëve të një tjetri ose i vetë folsit në formë të pandryshuar. Për shembull, mësuesja tha 2 pika hap thojzat, nesër kemi mësim. Që do thot, mbyllë thojzat pik, që do thot, në këtë rast, ligjërata e drejtë është ndërtuar ose ka 2 pjesët e saj përbërëse. Pjesën lajmëruese, ose siç e kemi thënë ndryshe fjalët e autorit, dhe pjesën përmendëse ose fjalët e folsit. Ndërkohë, ligjërata e shtrejtë është riprodhimi në formë të pandryshuar i fjalëve të një tjetri ose i fjalëve të vetë folsit. Por, çfarë ndodh gjatë kthimit të ligjëratës së drejtë në të shtrejtë? Cilat janë ndryshimet që ndodhin gjatë kalimit nga ligjërata e drejtë në të shtrejtë? Ashtu si ligjërata e drejtë dhe ligjërata e shtrejtë përbohet nga pjesa përmendëse dhe pjesa lajmëruese. Për të pasur parasysh ose për të dalluar ndryshimet, më konkretisht, unë kam marrë një shembull të ligjëratës së drejtë duke kaluar të në ligjëratë të shtrejtë për të parë më pas dhe ndryshimet. Konkretisht, hapim thonjzat. Babi, kur të rite, tha djaloshi, dua të përshkoj dete si ti dhe të drejtoj anijen time. Pra, në rastin konkret, kemi të bëjmë me një ligjëratë të drejtë ku fjalët përmendëse dhe fjalët i lajmëruese, pra fjala lajmëruese është vendosur në mes të kujt? Të fjalëve të folsit ose të fjalëve përmendëse. Ndërkohë, ligjërata e shtrejtë si bëhet kalimi? Djaloshi tha të atit se kur të rritej, donte të përshkonte dete si ai dhe të drejtonte anijen e vet. Shohim ndryshimet ku konsistojnë nga ligjërata e drejtë në ligjëratë të shtrejtë. Shohim që pjesa lajmëruese është në krye të fjalisë. Lidhet me lidhësën se me pjesën përmendëse. Pjesa përmendëse nuk ndahet me pikë, vizë ose thonjza nga pjesa lajmëruese. Foljet janë kthyer në vetën e tretë, në kohën e pakryer. Të rritej, donte të përshkronte, të drejtonte. Përimri vetor ti është kthyer në vetën e tretë ai. Përimri pronor time është kthyer në vetën e tretë e vet. Dhe thirrori babai është kthyer në kundrinor të shtrejtë tatit. Duke patur parasysh këtë teori do të kalojmë tek ushtrimet e dhëna në tekst, por duke theksuar faktin që sa më ndërlikuar të jetë ligjërata e drejtë, aq më tepër ndryshime ndodhin në kalimin e saj për në ligjëratë të shtrejtë. Ushtrimi numër 1 thot dallo ligjëratën e drejtë nga ligjërata e shtrejtë. Konkretisht, Dorontin i foli me zë të ulët, ti ke mbërritur mbrëm pas mesnata apo jo? Nga teksti, nga ushtrimi numër 1, unë kam shkëputur vetëm 2 fjali, ndërkohë ju keni edhe disa fjali të tjera, për të dhënë si shembuj. Në rastin e parë, kemi të bëjmë me një ligjëratë të drejtë. Pse? Sepse dallojmë shumë qartë shenjat e pikësimit, pjesën përmendëse dhe pjesën lajmëruese, dhe fjalë dhe domethënë mënyra se si është shënuar, mënyra se si është shkruar pikërisht i referohet kujt? I referohet një ligjërate të drejtë. Ndërkohë fjalia tjetër, stresi me zë të ulët i kërkoi ndihmësit që të thërriste njërin nga gratë. Në rasti konkret që mënyra se si është shënuar, mënyra se si është shkruar, mënyra se si është riprodhuar fjalët, atëherë kemi të bëjmë me një ligjëratë të shtrejtë. Me të njëjtën logjikë ju vazhdoni me plotësimin e ushtrimeve ose më saktë me fjalitë e tjera në këtë ushtrim. Po duke bazuar tek këto fjalit e ushtrimit numër 1, ushtrimi numër 2 thot dalloni pjesën përmendëse dhe pjesën lajmëruese. Pra, fjalive të ushtrimit 1 do t'i punoni me kërkesën e ushtrimit 2 për t'i evidentuar pjesën përmendëse dhe pjesën lajmëruese. Pra, pjesa përmendëse, Dorontin, ti ke mbërritur mbrëm pas mesnata apo jo? Dhe pjesa lajmëruese i foli me zë të ulët. Po kështu të vazhdoni edhe me fjalit e tjera. Ndërkohë ushtrimi 3 thot shkruan në formën e ligjëratës së drejtë duke vendosur fjalët e
autorit, do të plotësoni tek libri në vendet bosh që ja vendosur tek ushtrimit. Ushtrimi 4 thot: kthej ligjëratën e drejtë në të zhdret, duke patur parasysh rregullat që mësuam më sipër tek shembulli. Për detyrë shtëpie do të keni ushtrimin 5, që do thotë është e kundërta e ushtrimit 3. Pra, janë dhënë disa fjali dhe ju çfarë do të bëni? Fjalëve të autorit që i keni tek libri do të ushtoni atyre nga një ligjërat të drejtë. Kujdes, shenjat e pikësimit. Duke menduar dhe duke shpresuar që më keni kuptuar dhe që për më tepër do të vazhdojmë me ushtrimet për diskutim, miru takoheshim në temën e radhës.